Mirëmëngjes, jemi rikthyer në studio dhe në këtë pjesë të parë do lidhemi me një personazh që në fakt I ka munguar shumë ekraneve tona. Jemi mësuar ta shohim në politikë, por sot e kemi të ftuar në një bisedë për te politikës. Rodina Hajdari, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në programin tonë dhe faleminderit që po sakrifikon disa orë gjumi për që në pranishme këtu me ne sot. Mirëmëngjes e dashur. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes e mirë për ftesën. Në fakt dua ta nis direkte me pyetjen time, ku ke humbur? Hajde, pyetja, hajde. Por, unë nuk kam humbur, çështja është që jam larguar nga Shqipëria, u bëm pak kohë, ndoshta diku tek 2 vjet, qëndroj për momentin në Amerikë, në New York, dhe punoj këtu. Jam pranë vajzës, jam duke jetuar një jetë paksa si ndryshe, larg ekranit. U largove sepse u mërzite me politikën, u mërzite me një forcë caktuar, me persona të caktuar. Por është një kombinimi I gjithave, mendoj unë. Çështja është që pasioni, dëshira për të marrë me politikë, nuk besoj se është një gjë që do dalë nga vetja ime, apo do jetë diçka që do rresht brenda meje, por nga ana tjetër mendoj që njeriu duhet të fokusohet edhe tek jeta e vet personale, duhet të vë disa prioritete për sa I përket familjes, mbarvajtjes së personave të cilët kanë nevojë për vëmendjen time dhe në këtë rast ishte vajza ime dhe përtej pra hatër mbetjeve që është një gjë normale në politikë dhe nuk është se unë u largova prej kësaj gjëje. Më shumë ka qenë një vendim si një nënë e cila do që të rri pranë vajzës së saj dhe të sigurohet për rritjen e saj. Të intereson që ndodh në Shqipëri apo je e ftohtë? Më intereson njerëzakonisht shumë dhe jam gjithkohës që e shikoj, domethënë se çfarë ndodh, mundohem tek tuk jap një lloj mendimi aty ku më kërkohet, sepse edhe kështu kot nuk kam pse e jap. Mundohem që ta shikoj me një sy të ftohtë, po aq edhe objektiv. Por në përgjithësi mendoj se më intereson ende dhe shikoj me shumë vëmendje çdo ngjarje që ndodh në Shqipëri. A ka gjasa të rikthesh pra, po kur të kthehesh të kesh krijuar diçka tënden, po them një parti tënden? Jo, këto nuk I di, domethënë nuk e parashikoj dot të ardhmen, është një gjë që mundohem që të rri larg, edhe për momentin jam këtu, jam duke jetuar të tanishmen edhe jam shumë mirë. Si Hana, sa vjet shkoj? Vajza për momentin është në klasë të 5, është pak më e rritur se ç'ishte, pra unë gjatë periudhës që isha në Shqipëri, nuk e kisha të lehtë sepse po sakrifikoja shumë që e kisha vajzën pak larg dhe mundohesha në gjitha format për t'i qëndruar afër, por largësia bën të vetën dhe ajo kishte nevojë që unë të isha pranishme, sidomos në këtë periudhë kritike të jetës saj dhe tani është në klasë 5, është 10 vjeç, do bëj 11, kështu që është një moshë që unë e di dhe vetë, se kam kaluar edhe vetë një moshë shumë e rëndësishme që prindit jetë afër. Për para estetike, kishe menduar një mundësi ta merrje në Shqipëri dhe të jetonit këtu, apo nuk doje ta shkëputje nga rutina? Po, ishte. Vajza ishte me mua deri në moshën që ajo ishte 4 vjeç. Por, pra, kur ke një fëmijë, nuk është varet vetëm nga një person, janë 2 persona që marrin vendime, dhe në këtë rast, sipas vendimit që morëm të dy, pra me babajnë e saj, ne vendosëm që ajo të kishte shkollimin prej një vendi të cilit ishte afër familjes së tij, dhe ndaj vendosëm për New Yorkun. Dina, më jep përshtypjen që je një mami shumë e qetë, nuk nevrikosësh kurrë. Po na tregosh diçka më shumë nga kjo anë e jotja që ne nuk e kemi parë. Në politikë, me sa të kam parë, unë ke qenë gjithmonë e prerë. Po, edhe kjo, domethënë, është pjesë e mëmësisë time, domethënë, nuk besoj që jam vetëm thjesht e qetë, por mundohem të paktën ato
ndjesi që unë kam përjetuar si fëmijë, sepse pak fëmijërinë time flasë, nuk është se kemi padur një fëmijëri të qetë, nuk është se kemi padur një fëmijëri pa ngjarje dhe ato kanë një lloj ndikimi. Ne mendoj brezi ynë, faktin brezi im i kemi patur pak prindërit e ashpër ose familjet që kemi patur për rreth shoqërinë, mbaj mend që prindërit kanë qenë gati as nuk e shikonin fëmijët, dilin nga dera e shtëpisë edhe kur ktheheshin darkë ose nuk është se kanë tani, domethënë ndoshta në një farë mënyrë vëmendja është shumë e lartë e prindërve ndaj fëmijëve, ndoshta çik më shumë se sa ç'duhet, por unë mundohem që ajo të marrë esencën e një njeriu që është i mirë, që kujdeset, që ka empati, që do që të ecë përpara, të ketë edhe një çik ambicie dhe të jetë një studente e mirë, siç paktën unë jam mbritur në një familje ku babai im kërkonte shumë nga unë, edhe pse ai ku në një moshë të re dhe unë isha e re atëherë, në këtë moshë që Siana është sot. Dhe gjithmonë ja përmend asaj që unë kam padur një baba të tillë që kërkonte shumë nga unë dhe unë dua të njëjtën gjë prej teje. Shumë e mirë, e ke njohur dhe me figurën e babait tënd, apo jo? E sheh në foto, në përkujtimet që ju keni? Patjetër, ajo është shumë krenare. Po me Daja, si ka marrëdhënie? Sa ndjesit i ka. I ka të jashtëzakonshme. Po, Daja të shikon çdo verë edhe me Azemin edhe me Kirin ka një marrëdhënie shumë të ngrohtë bashk. Të dy kujdesen shumë për të, sepse ajo është e vetmja që kemi në familje për momentin, nga familja jonë, kështu që është shumë e dashur me ta, i merr gjithkohës në telefon, e flet mirë shqipen, kështu që nuk është se ka një problem me komunikimin. Dhe jemi shumë të lumtur që të me thënë e kanë këtë lloj komunikimi me vajzën, ata edhe bëjnë shaka me Sianën, gjatë verës janë gjithkohës bashk, ka një raport jashtëzakonshëm me njëri tjetrin, edhe ngjajnë, edhe kanë shumë ngjashmëri edhe në karaktere. Emrin e ka të mrekullueshëm Goca, kush e ka vënë emrin Gocës? Emrin mund të them që me plot goja kam vënë unë, është një emër që e kam patur shumë qef kur kam qenë pra vajza ka lindur në 2015 dhe në atë kohë nuk është se ka qenë një emër shumë i përhapur. Unë në fakt mendova se ishte shumë unik edhe nuk ekzistonte, edhe u nisa nga ajo që më pëlqente emri Hana. Edhe kur pash ka emra shumë të tillë si për shembull si Bora, dhe unë nisa nga ajo, më pëlqen Hana, thash po Hana vendoset shumë nga njerëzit, kështu që do e bëjmë si Hanas. Jo, mirë ke po se Goca ime e ka Hana. Por tani e kam parë që ka njerëz që e kanë këtë emër, pra është emër i përhapur, nuk është se ishte unik. Si Hana e kam dëgjuar për herë të parë, me thënë drejtën. Hana ta thash, po s'm dëgjove, ka Goca ime. Janë emra, në rreth parë në emra shqiptare, emra jashtëzakonisht bukur. Janë shumë emra të bukur, po. Po kjo si Hana e ka shpëtuar që mos ngatrohet me një tjetër emër shumë përhapur hebrej që është Hana. Hana. Që ka një hë në fund. Si Hana është emër me të vërtet i rrallë. Me sa kuptoj, kjo rrumuja që krijojmë ne sa herë merremi me aktivitete në këtë vend, tashmë është davaritur dhe ti ke gjetur një lloj qetësie tjetër, të shohë shumë më të qetë. Ndoshta është edhe përshtypje sipërfaqësore, nuk është se unë të njoh nga afër, por me aq sa kam gjykuar nga televizioni. Ke gjetë një ekuilibër të ri. Për këtë? Jo, do e dija, ke gjetë një ekuilibër të ri, ke filluar të merresh me yoga, me lexime, me kështu. Me pilates është shumë mod tani. Është pyetje në fakt që mendoj që ajo që nuk të jep Shqipëria sado që personi të arrijë një qetësi të brendshme, nga përvoja, nga pra një eksperiencë gjatë në fushën, në profesionin që ka, pra ti vetë e merr një lloj qetësie apo një lloj konfidence në vetvete
që ndihesh më e qetë në atë që thua, në atë që bën, pra në profesionin tënd. Por nuk në Shqipëri është një gjë që ambienti e bën shumë të vështirë që ti të zhvillohesh më tej. Pra, është një ambient paksa them domethënë toksik ose nuk është i shëndetshëm për ata që të vërtet e duan të arrijnë këtë lloj qetësie. Pra e duan që edhe nëse ti je duke ecur në rrugën tënde, nuk do të shqetësosh njëri tjetër, je në atë pra nuk do të prekësh, pra nuk do që të preket interesi, që do të jesh një njeri shumë privat, e ke shumë vështirë që ta fitosh atë lloj pavarësie ose qetësie, sepse nuk të lën të tjerët. Dhe kjo është pjesë e kulturës, është pjesë e faktit që mënyrës se si funksionojnë institucionet, që kur del nga rruga, pra nga dera e shtëpisë, ke shumë gjëra që ti të shqetësojnë gjatë rrugës, njerëzit që takon rrugët që nuk janë ndotja, e shumë gjëra tjera, pra makina, zhurmat. Por nga ana tjetër edhe ajo gjë të mungon, edhe qetësia e tepërt të acaron, kështu që nuk është, pra duhet gjesh një lloj balance ku je ti me veten, sepse në fundit edhe pse jetoj në Amerikë apo New York, edhe kështu siç po thoni ju që rezultoi një lloj qetësie më tepër se që e kam patur atje. Pra edhe kjo nuk është gjithmonë e vërtetë, sepse edhe këtu ka shumë gjëra të tjera, edhe dënaja ime si Rudin, pra nuk është kjo, është jem e para shqiptare, e dyta jam tropojane, domethënë një gjak i nxehtë deri diku, kështu që nuk është se kur vin momentet e dhura për gjën e dur, për luftën e dur apo për atë që mendoj që është e drejtë gjithmonë e mbroj, si ti jem në Shqipëri apo këtu. Edhe këta të librazhit nuk është se nuk janë gjak nxehtë. Nuk janë vetëm ata propojë, në thonë drejtën. Janë më të qetë. Po, në rastin konkret. Rudina, nuk krahasohen dot me verifikën. Rudina, po t'i kthehemi angazhimit tënd politik, trajektores tënd politike, e cila ka filluar, ose më saktë është konkretizuar në 2017 me qasjen tënde në parlament, pra e bërë deputete, kam përshtypjen në listat e bashës në atë po. Në moshën 30 vjeç nëse mund ta them, se nuk besoj se njerëzit do marrin lapsin tash që ta gjejnë sa vjeç është Rudina, po akransi ka. Është vajzë e re. Është në internet, mund ta gjejnë në shkolla, janë ato që se kanë problem. Dhe ne i mbajmë mend vështirësitë e para që ka hasur, sepse ti në fakt ke ardhur me dy gjëra shumë të forta në politik, ke ardhur me një që në anglisht quhet legacy, edhe ne që themi trashëgimi, po jo tamam emri i mirë ose i fort i babait, i cili ishte motori numër 1, po edhe me përgatitjen tënde, të themi akademike, studimet, dhe absolutisht që çdo person që vjen me këto kapacitete është i mirë pritur për kontribut në politikën shqiptare, por fati yt i keq është që ti erdhe në një kohë ku ishte instaluar, le të themi, një pushtet tepër i fortë, i cili vazhdon dhe sot, dhe për fatin tënd të keq, ti ju bashkangjite një luzeri, që është Lulzim Basha. Loser. Jo, mua më ka pëlqyer vendimi i Rudinës, por të mos ju bindur atyre dorëzimit mandateve, që ka qenë një nga veprimet, unë do thosha, jo, ato e ka bërë mirë, më të ekstremisht të dënueshme, ose ndoshta një nga shkaqet pse jemi në këtë drejtim ditë e sotme, mund të jetë edhe ky veprim, i bashkohet pra gjithë gabimeve. Që do të thotë ke një lloj konsekuence, ti ato që ti mendoje i vjen veprim, dikush i pëlqente, dikush jo, dikush të ndoqi, dikush jo, dhe kam përshtypjen që midis zhgënjimeve në politik, por edhe ndoshta komplikacioneve apo nevojave tjetës tënde personale, ti u tërhoqe para 2 vitesh e më tepër, ndoshta, nga politika. Por, sot, ne po shohim një Rudin po aq të vendosur sa që ka qenë, ato që thonë kolegët, absolutisht që unë i ndaj, i aprovoj, e pjekur, e matur, me një mënyrë të foluri më të qetë dhe më bindse njëkohësisht, që do të thotë që ti ndoshta je gati për një riardhje, futje dhe më tepër se sa
sot asnjëherë e djathta në Shqipëri, Partia Demokratike nëse duam, nuk ka nevojë për zëra të ri për mendim ndryshe. Por nga çfarë po shohim, mendimi ndryshe nuk është kaq i mirë pritur në Partinë Demokratike. Që do të thotë, nëse ti vjen, ti do të vish e konformuar, apo do vish si Rudina që ke qenë, që ke qëndrimin tënd, që ke, si më thënë, idetë tua për politikën? Falenderoj njërë për konsideratën, dhe shikoj që akoma nuk është pjekur mirë situata ku të shikojmë një dëshirë për të patur një lloj fuqie pra brenda personazheve të ndryshme, sepse nuk është vetëm një person që mund ta bëjë ndryshimin. Pra ato i kanë koklavitur aq keq gjërat në politikë për momentin, qoftë sistemi zgjedhor, qoftë tek Partia Demokratike e cila ka bërë disa vendime jo vetëm me përzgjedhjen e Bashës, por edhe vendime të tjera më tutje dhe sot që flasin, pra është në një situatë shumë kritike opozita në vend. Të gjitha këto e bëjnë goxha të vështirë dhe këta e kanë menduar shumë mirë se mos i lejnë absolutisht asnjë lloj hapësire edhe dikujt që vërtet e ka me dëshirë dhe pasion dhe me pastërti që të bëjë diçka për atë vend. Pra, edhe mos e shikoj politikën si një lloj një levë për të përmirësuar jetën e tyre apo personave që i rrethojnë rrethit që ata i përkasin. Pra, politika nuk duhet të jetë atill, edhe pozicioni kur ke një pushtet duhet t'i shërbej njerëzve e vendit e shumë gjëra të tjera, të jetë një njeri me vizion, dhe kjo në fakt i ka munguar shumë vendit, qoftë edhe nga ata që pretendojnë sot të jenë nesër në pushtet. Nuk është se ka një pra gjithë bazohen tek ajo që unë kam kohë në politikë, është radha ime, ose do vi një kohë kur unë do vi në pushtet, dhe secili është veshur me atë pseudo hijen e pushtetit, që nuk ka asnjë lloj rëndësie. Pra aty janë, më duket, kur i shikoj nga larg, secili luan një rol të caktuar dhe gati si marioneta që lëvizin në atë rrethin e tyre në një flusk ku i përket ku jetojnë vetëm ata, se s'ka njëri tjetër që jetojnë aty, dhe fryen si gjeli, domethënë me ato para që marrin nga, edhe nuk i shërbejnë vendit fare, ose komunitetit apo qytetit, apo që të kenë një kauz caktuar që thuash kjo është ajo gjë që ne duhet bëjmë, apo që sapo them pak më parë të jenë konsekuent. Dhe unë këtë e shikoj një problem shumë teksuar në të gjitha anët. Edhe partitë e vogla shikoj që nuk është se po çajnë, opozita që po ashtu nuk po inspiron të ndryshoj mentalitetin, të ndryshoj komunikimin me publikun, që të aspiroj më shumë shpresë, dëshirë, lidhje me njerëzit, sidomos me elektoratin ngri, i cili që nuk është as këtej as andej. Pra, njerëzit janë aty dhe duan ndryshime dhe janë duke e matur pulsin e çdo partie politike, e çdo personi që ka dëshirë të bëjë ndryshim, por e dinë edhe nga ana tjetër që edhe sikur Rudina nesër të kthehet, edhe të futen prapë në skenën politike, çfarë do bëjë kjo vajzë vetëm tek pull? Pra, Rudina, këtu duhet të dilja. Të kanë mbetur miq në politikë më, nga ish kolegët, ke kontakt, flet, që nëse ti kthehesh i gjem prapë aty? Për të folë flet, po më beti është të kush bëhet grupë. Miq kam mjaftueshëm, por siç është ajo Bersalita shqiptare që ne e dimë që gjithë duan tulen te rreshti i parë i autobusit. Më kupton dhe sa vende mund të ketë rreshti i parë. Edhe kjo është çështja shpeshherë që nuk është se arrin dot të funksionojnë në skuadër. Secili e shikon veten sikur mund të jetë ai lider. Pasardhësi i ardhshëm i Zotit Berisha, apo i Ramës, apo i këtij apo atij, sepse për shembull i ka qëndruar afër Zotit Berisha apo kujdo tjetër për kaq vite, thotë ai un kam 20 vjet që i bëj fresk këtij lideri politik, si tani vjen ti personi caktuar dhe më merr mua vend. Pra e shikojnë me tapi
pozicionin dhe pushtetin apo dëshirën për të vazhduar përpara. Pra është edhe partitë politike janë bërë si prona private, secili ka tapinë e vet, secili i takon pjesa vet, kush je ti apo ai që të vijë. Po, gjithsecili mban rregullat e lojës. Gjithsecili madje edhe këto që janë partitë të reja dhe këta janë tesinore të tyre. Nuk e lën as ata. Megjithatë, le të kthehemi pak. Nuk dua që të pikturoj kaq panoramë depresionuese pikturove kaq mirë sa nuk e nevojë të shtosh mas i penelat, domethënë ka marru piktura, iku. Por kur ka ardhur atë regjisje politike aktive, unë kam pas përshtypjen që ata të cilët nuk të kishin shumë për zemër të kanë sulmuar më tepër se ç'takonte. Dhe ka shfrytzuar në i lapsus, në i gabim, në të folmen publike, etj. Unë mendoj që në atë kohë, ti s'ke përvojën që ke pas sote para punës, e dyta punës, ndoshta mendoje pak më shpejt se sa flisje, që është normale, gjithë e bëjmë atë gjendë. Si ndieshe kur ta vinin këtë në sidomos net medias kemi po të sopë, duhet ta pranojmë. Nuk të kemi kursy, domethënë, kjo ishte gjë. Nuk është... E di, po, është një gjë që unë kam mësuar shumë nga ajo eksperiencë, dhe nuk do t'i heq asgjë pra asaj eksperiencë, dhe nuk është se ndihem keq se nuk isha në lartësinë e dur, apo komunikimin e dur, dhe kjo është krejt normale. Pra, unë kur e mendoj veten 30 vjeç, për ta thënë në mënyrë popullore, siç thuhet në zhargon, domethënë shqiptar, që nuk e dija nga lidhe gomari, kupton, kur shkoja aty nuk dija se çfarë ndodhte. Ti nuk dije nga lidhe gomari në Shqipëri, se nga New Yorku dije ku lidhe gomari, po ishte tjetër gjë. Por, pra, vjen me një eksperiencë edhe në Amerikë, kurse domethënë 30 vjeç kisha një eksperiencë në Kongresin Amerikan prej 3 vitesh, nuk kurse kisha në një origj të jashtëzakonshme. Pra isha në fillimin e karrierës time, kur mendon sot një 30 vjeçar që sapo ka filluar politikën, pra është një moshë shumë e re. Por gjithsesi unë kisha ambicie dhe unë këtë e kam patur gjithmonë. Isha një rast unikal në një farë forme, sepse unë që kur kam qenë e vogël, që kur kam filluar pra të lartën, isha nga ato fëmijë që e dija se çfarë doja, e dija që një ditë doja të hyej në politikë. Pra në gjitha komunikimet që kam patur unë, qoftë edhe me zotin Berisha, nga di kur vinte në shtëpi për ato për vjetore që vinte shpesh, unë gjithmonë kam thënë që unë do jem personi që kam qejf të hyj në politikë, nga fëmijët ose nga familja. Dhe kjo ka qenë një ambicie që e dinin gjithë për mua, që unë e kisha me dëshirë këtë. Dhe kur erdhi mosha, pra sa po mbusha 30 vjeç, pra ku kam qenë 20 vjeç edhe më herët, imagjino llogarisja për shkak për 4 vjet do ketë zgjedhje, për 4 edhe unë atëherë do jem 30 vjeç, e kam ditur që kam qenë e vogël, që kur kam qenë 18 vjeç që unë një ditë do kthehem dhe do futem politikë. E kisha me shumë dëshirë. Po, e kam patur një ambicie të edhe me siguri kanë diku historia e Zemit, domethënë ma merr mendja nga fëmijët. Po, patjetër, po mos ishte ajo, nuk kisha pse arsye pse. Çfarë babe ka qenë Azemi, me thon drejt, se ti the që ishin të fortë si prindër e kështu andaj këtej, domethënë. E kuptoj, domethënë, po unë që e kam njoft ka afër Azemi nuk më zhduka si njeri i zymt, madje edhe në momentet e veta më të vështira. Vitet e fundit të jetës tij unë kam pas shumë lidhje me Azemin. Jo thjesht si gazetar, sepse e ndiqja kudo i shkonte, se bënte edhe tollovit mëdha, por edhe në pikpamje lexonte shumë, Azemi lexonte shumë. Ndoshta pak vetë e dinë, dhe kur ritën në tavolinë nuk është se ishte ky njeriu, por në raport me ty si ka qenë, domethënë. Po me atë që baj mend unë, ai ka qenë shumë i dashur. Dhe do t'i jap një segment edhe ndoshta edhe kam ndarë më përpara, por pra nga kryesia e kuvendit, ku ai kishte zyrën tek shkolla Kosova, ku shkoja në fillore, papi kur kishte mundësi gjithmonë vinte, e bënte ato rrugën dhe më merrte nga shkolla. Edhe ato ditë, domethënë ato kohë kanë qenë mendoj periudha më e bukur e fëmijërisë time, dhe nëse do më pyeset çfarë të mungon nga fëmijëria, kjo është ajo që më mungon jashtëzakonisht shumë. Pra ajo ato ecjet, pra që babi bënte, vinte më merrte nga kryesia tek
të shkolla edhe në atë kohë, nuk është se ka qenë një situatë e qetë në Tiranë, edhe në përvend. E kujtoj mirë atë periudhë. Mbaj për shembull, unë kam raportu bashkë me te kisha në radio në momentin që vendosi i lënduar siç ishte të bënte grevën e urisë para radio televizionit shqiptar me Ylli Vesiun, Vili Menarollin, mos gaboj, ajo ka qenë një sakrificë mbi njerëzore, domethënë po ta llogarisësh me kushtet që ishte, por unë flisja me të 10 herë në ditë, 12 herë në ditë, se mbaj mend, ishte edhe vetmja radio që transmetonte, radio private në cilën unë punoja. Dhe asnjëherë nuk ka anku, kur. Ishte shumë i çuditshëm. Bënte shumë njerëz, unë e di Enkel, domethënë ajo periudhë ka qenë periudhë vere. Edhe nuk e di pse e mbaj mend këtë gjë, sepse kemi qenë në plazh, kemi qenë në një vend që shkonim rinim shpesh në Golem. Dhe babi ishte me ne në atë kohë, ishte ditë shtuna fundjavë, dhe sa herë që ai vinte dhe na bashkoheshe në Golem, për mua dhe Kirin ishte lumturi e jashtëzakonshme. Dhe mami im ka qenë aty, shtatzan, mos gaboj, ka qenë një periudhë shumë e bukur në jetën tonë. Edhe merr një telefonate, shikoj që gjithkohës fliste kështu me shumë, ndoshta me televizion, me radion, me çdo lloj personi që kishte komunikime, shikoja që gjithmonë kishte një lloj pasioni të jashtëzakonshëm për atë që fliste, se nuk është se kuptoja shumë për çfarë fliste, por që mbaj më një moment thotë që po do kthehem, do vi, do futemi grevuri, unë se dija çfarë do të thonte në atë kohë, unë 11 vjeç isha, edhe e pyeta babi çfarë do të thotë grevurie. Edhe ma shpjegoj që kështu, edhe thoja, si do rishti pa ushqim, isha shqetësuar për këto, por ai si që ishim në plazh, me familjen e tij, me mua, me vllajin, pas një periudhe shumë vështirë që ai kishte kaluar, pra, gati, i bëri gjitha gjërat gati, paketoi, hajde ikim, do ikim, edhe pra bënte një sakrificë jashtëzakonshme për tjerët, për vendin, për partinë, deri në pikën që na sakrifikonte edhe kohët më të bukura familjare. Jo, pa dyshim, ajo ka qenë, po mos ishte ai rrezik, partia ishte në zgrip, mund të diskutonte edhe zhdukjen, ai e mbajti goxha, por nëse kjo është një tjetër histori, mua më intereson. Tani varet se kush donte të zhdukte kë, kupton se edhe ai u luftoheshe shumë nga ana tjetër. Jo, pa dyshim, nuk e vë fare këtë diskutim, po doja të dija raportin bab-nën, kështu vajzë, të cilën ti e shpjegoj e zonisht bukur. Sepse nga njëherë ne jemi mësuar me një lloj formati, me atë që shohim televizor ose me atë që kemi, por në fund fare gjithë këta burra janë njerëz, si gjithë tjerët, dhe ka dhe ata pikat e tyre dobta. Siç edhe ti ke pikën tënde të dobët që është si Hana, apo jo? Po. Unë po mundohem të rregulloj ato gjëra që nuk ishin sakt me mua. Për shumë nuk do doja që ajo të kishte ato dhe mungesa që përjetova unë si fëmijë. Megjithatë, mos u shqetëso, sepse edhe nëse angazhohesh në politikë me Partinë Demokratike, nuk është se kanë ndërmend të hyjnë grevurie. Maksimumi është një orë aty te para. Por unë e bëj me qejf dhe grevën e urisë kam patur një herë ndërmend këtë gjë. Jo, po nuk ka qejf doktori. Por nuk është diçka që është e zauruar edhe në politikë duhet është më fan tash, është më fan opozita. Nuk është se tepër greva urisë ty nuk shkon se edhe im cake, jo, të lutem. Jo. Me qëra fjala, po të duash mund edhe të mos përgjigjesh, po ideja është që një politikane absolutisht që mund të flas me emra, për qëndrime, jo për persona. Mos ta e bëjmë politike. Jo, ideja është kjo që ajo gjëja më e re që ka dalë, apo që është evidente, që është diçka e ndryshme nga në Partinë Demokratike, që të paktën më tepër merren njerëzit që nuk janë demokratë, se sa vetë demokratët me këto fenomene, janë personat që sjellin një mendim, po tash edhe një farë aktiviteti ndryshe. Dhe unë do veçoja 2, ti do më thuash që je dakord ose jo, apo me kë je më afër, është Ervin Saliani, i cili tashmë ka dalë hapur, dhe Evi Kogalari, e cila është kundërshtare e egër e doktorit, edhe në fjalor. Pra, si e vendosur midis këtyre 2 personave për sa i përket qëndrimeve, për risi, për një PD ndryshe? Sa kohë ketë persona që flasin për ndryshim,
një lloj ballafaqimi për ato gjëra që ndodhin brenda PD-s, mënyrën se si duhet të reformohet, unë mendoj që është pozitive, por nga ana tjetër shikoj që ka përplasje shumë të forta deri aty që e dëmton imazhin e partisë, dhe unë deri aty nuk besoj se duhet të eskaloj. Në këtë rast ende nuk shikoj nga të tre anët, apo çfarë shikoj, paktën personalitetet që shikoj tani në opozit që kanë dalë në pa, nuk shikoj dikë që mund ta konkuroj realisht zotin Berisha. Jo se nuk ka, dhe njëherë, se e kam thënë shpesh, jo se nuk ka, patjetër që ka, por duhet një personazh i cili duhet të jetë jashtë politikës, duhet të jetë ndoshta jashtë rreshtave të partisë, një personazh që mbështetet nga populli, domethënë ka një lloj vizioni më të qartë se çfarë do bëhet pra. Dhe do të ketë edhe një ekip pas vetes, ë. Zoti Saliani mund të them që është djalë i jashtëzakonshëm, pra unë e njoh nga afër zonën Kokalari pak më pak, nuk domethënë nuk dua të hyj këtyre personazheve në detaje, por unë kam thënë që zoti Saliani ka patur një guxim të jashtëzakonshëm që është marrë, pra ka hedhur disa hapa që janë konkrete nga ana tjetër, pra është marrë. Nga ana tjetër duhet folur, duhet diskutuar, por jo sulmuar në një farë pike ku je gjithkohës duke nxjerr të palarat në publik. Pra nuk duhet të eskaloj deri aty. Unë mendoj që duhet të ketë një debat idesh, mundësish, pra reformimi se si do zhvillohet Partia Demokratike. Por nga ana tjetër e shikoj gati të pamundur se është niveli i cili e bën pamundur këtë lloj zhvillimi të brendshëm. E qartë. Rudina, në këto 2 vite larg Shqipërisë dhe larg Hatri se pyetëm për flamurnokën. Jo, nuk e besoj. Po thoya në këto 2 vite larg Shqipërisë. Por ka ndodhur kjo. Po. Edhe Partia Socialiste njëjtën gjë, po sepse shikojmë në mënyrën se si ata, po pra nga ana tjetër ata duhet më thënë janë konsumuar jashtëzakonisht shumë, edhe personazhet brenda Partisë Socialiste nuk është se kë do vendosim në pushtet, nuk ka njëri. Pra ka shumë nxjerrin, por nga ana tjetër janë të konsumuar. Nxjerrin 6 muaj, pastaj çojnë. Edhe ata po nxjerrin palarat e tyre, edhe mënyrën se si është konsumuar jashtëzakonisht shumë, palaret kanë dalë, njerëzit janë, shumica e kabinetit pra është në burg, pra në gjitha vendet e tjera nëse do kishte ndodhur kjo gjë dhe ju e dini fare mirë, do kishte ndodhur një rrokullisje e pushtetit, por s'bën, okay. Jemi në një situatë ku Rama e di fare mirë që sulmimi që duhet bërë opozitës është mënyra se si ai duhet të rinë pushtet. Ai nuk merret më me gjë tjetër. Ai është gjithkohës duke përçarë, dhe nuk është është një fenomen që nuk po ndodh vetëm në Shqipëri, po ndodh edhe në vendet e rajonit, edhe me gjërë. Por kemi pastaj kemi edhe raste si Hungaria e kështu. Pra nuk është se është një rrugë pa kthim, por mendoj që duhet pa tjetër që të ketë persona të rinë po që hynë në politikë. Okej. Po thoya që në këto 2 vite larg Shqipërisë, larg këtyre hallave të politikës, a je ti e qetë shpirtërisht, i ke gjetur të gjitha pjesëzat që të mungonin gjatë gjithë kësaj kohe? Po, jam e qetë, më mungon padyshim Shqipëria, mundohem që të vi në verë, jam në një pozicion pune ku ende merrem pra me politikë, pra e kam përdorur atë si thua përvojën si deputete apo dhe përvojën e mëparshme në një pozicion kur ndihmoj politikanë të rinj rreth botës për të ecur përpara, dhe kjo është një lloj misioni vetvete në fakt, sepse një farë mënyrë unë jam njëri që kam dëshirë që të kem të bëj një lloj impakti, nuk është se motivohem thjesht nga një pozicion i caktuar, nga një titull i caktuar apo nga një rrogë e caktuar. Mua më motivon shumë misioni që duhet të çoj përpara. Dhe misioni kryesor im gjithmonë ka qenë Shqipëria dhe vendi, mbarvajtja e vendit, edhe për të çuar ëndrrën e babait përpara. Pastaj to misionet e tjera janë dytësore, por je në rrugën e duhur. Një farë mënyrë do jenë në rrugën e duhur dhe uroj që në të ardhmen do qëlloj prap në një vend
ku në mënyrë të tërthort ose të drejt për drejt të ndihmoj Shqipërinë. Rudina, të Edhe falenderoj. diasporën, sepse kemi edhe shumë shqiptarë këtu. Na vjen shumë mirë. Rudin, falenderit shumë. Falenderojmë Urojmë shumë. gjithë mirat. Ishte shumë kënaqësi Faleminderit dhe për ftesën. je në formën tënde më të mirë nga sa shohim ne. Jo, shumë mirë. Faleminderit. Njerëzit. Kalofshi mirë, Fana. Për qafimet. Pafshim. Paqim. Mirë, ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer me Xhani Demikën dhe për t'i bërë kolegët e mi të dalin pak Ngeli nga më të rutina. kolegu që i tha për Lulin ashtu. E tha troçmo, qa do? Po kur të vi Lulin në studio? Jo, nuk do vi. Të mos vi Lulin në studio, qa ka? është në gjumë. Ja, ma ja. Ose, ne mësojmë gjezi, kolegë, dhe më thënë, ai nuk e di fare që ne egzistojmë, 11 e E gjysmë. di me Luli ka dhënë intervistë dikur. E di? Kur unë isha... O, do vi do këndoj ai. Billie Jeans. Me Xhani Demikën pas pak, për të mësuar thashë themet e vipave se këta. Ka shumë e? Do di një gjë Xhani se... Me siguri.